Do të kaloj ke pjesa e pronave për cilat këto kanë zatu Bregdetin, Malen, fushat, pjetët në maleve e gjitha. Unë që flastu nuk jam pronar, por bashkëshortja ime është pronare dhe ka 22 lim top në kalbin Kavaj, nuk është trajtu me ligjin 7501, këte e them sepse e ka me fakte dhe du të ndigjoj këtë dilin që këtu. A këton? Sepse atje nuk lejojnë të hynë, se janë oligarkët e tyre, prandaj ftoj të gjithë pronarët të bëhen bashkë në protest me rinin për të arzuke qeveri. Dhe qeveria e arshme që do vendoset nga kjo rini duhet t'japi llogari për çdo gjë, duhet ta moj për sipër këtë situatë të lënë që ka lënë vendi. Prandaj i bëjthari, thirrje Edi Ramës, largohu sa më parë, mos krijo incidente, sepse ti je i larguar pa një pa dy. E ketë kod, jetë zgjatja jote është kapim shtkapim, por ti nuk do ta bësh këtë punë. A kupton? Dhe kjo rini nuk do të lejoj. Këta nuk janë mercenar, janë revolucionar. Ne do të lutojmë. Kam besimin e plot, jemi që nga vite e parë, natë për natë këtë shesh, unë e shoh me të vendosur sheshin, publikun dhe rinin. Prandaj, ju falenderoj gjithëve pa mas, falenderoj që më lejuat të flas, dhe unë janë mbështetjet juaj, ftoj dhe bashkë fushatarët e mi, minator, pronar, ish pronar, që të dalin këtë protest për fitur drejtat e tyre. Falenderoj, gjithë mirat. Respekt e për gjithë. Mirëmbrëma të gjithëve. Unë vi nga qyteti i Shijakut dhe i përshëndes gjithë patriotët e mi këtu në mesin tonë. Mbas gjimnazi më doli e drejta studimit për në Amerikë me 100% bursë, por vendosa që të mos shkoj dhe të qëndroj këtu në vendin tim. Por gjithashtu i premtova vetes që nuk do të bëhem pishman për një zgjedhje të tillë. E në fakt, tani vite më vonë, shqiptarët po në tregojnë që ka ende shpresë. Ashtu si që zemra më ndjente, syt po e shohin që ka në mesin ton burra trima e grasy pa trëmbur që i vlon gjaku për Shqipërinë ton. Ka ardhur koha që këto plak të ndërmarra të thella ndër vite të shërohen e autorët gjakatar të paguhen një herë e mirë. Le të bie zemërimi i shqiptarëve për mbi kryet të zuzarve, e le të t'kurre nga frika, ashtu siç ati që i dukej vetja si zot ati kryeministri, po zvoglohet i gjithi i trëmbur. Ka ardhur koha që bijtë e Shqipërisë të mblidhen në sheshe të bëhen të gjithë një mandje. Ka ardhur koha për një lëvizje mbarkombëtare që nis tani dhe përfundon me rrëzimin e gjithë klasës së vjetër politike. E ta dish Rama, ai koltuku ku ke hypur duke hequr nderën zvarr, ashtë tre kënd si që përdita varet kombi në litar. E zotrote, ka përdise, di që bëre bande, kundër burrit të vërtet, zë e vjell e zë e le. Roft miku yti rall, që përdita loz dhe qesh, të gradoj 4 shkallë pse i the 2 fjalë në vesh. Koha drivet e përdrivet, ka ardita që do zgjidhet, dhe nga trasta, pe me kalpur do e mos që jash do t'hidhet. Koha drivet e përdrivet prej gradimit 4 shkallë, nuk do t'mbetet gjë në dorë Rama, vetë se vule zez në ball, ja grushti do të bjerë për mbi kryet të zuzarve. Koha është e maskarengve, por adheu i shqiptarve. Faleminderit, prandaj shporu nga ky vend, sepse këtu është një popull që e don kombin e tij. Ti bashkë me ata, të gjithë komunistat e tjerë. Rama Mburg, Berisha Mburg. Faleminderit. Dhe si që tha dhe vajzat, ne do ta bëjmë një Shqipëri të re dhe do ja tregojmë kësaj qeverie që ky vend
ka akoma njerëz që e duan me shpirt dhe me zemër. Revolucion! 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 Përshëndetje gjithë protestues që po protestojmë për çdo natë. Ju përshëndes gjithë përzemërsisht. Për një qeveri të re jena shumë vonë, po prap nuk jena vonë ne, se ne do të azdrojmë të lloj qeverie dhe Edi Rama dhe Sali Berisha duhet përgjigjen para spakut, edhe gjithë arabësh duhet shporën nga ky vend. A di që urrëtia është në popullin shqiptar që po i bën Tiranës? Me ujë pishën, me çmime, me naftë, me legalizime, me rrugica si ke anën bon këtë bordura. A di që urrëtia gjajmë ne, tu sot, me njëri tjetër në shoqërinë tonë. Shiko se lidhen e vogël këtë bordura, që çoj fëmijë në shkollë, po maskara, po dy legji. Atëherë di që urrëtia gjajmë ne këtu ditë për ditë. Ne, zotja dhe zotëri, motrë dhe vlezër, kjo qeveri do zdrojë për një qeveri teknike sa më parë. Edhe karburanti duhet ullet, ujtin e pishëm, i baj thirrje, ujësjellë si duke test në misë mame. Kam bë kërkesë her pas herë dhe nuk kam ujt pishëm familje. Shkojnë me makinë me bordobagazh. Shkojnë me makinë me bordobagazh personale për sigurua ujë, se nuk ashtë ujë pishëm. Nga 100% a 25% ujë pishëm. Dhe nuk ashtë ujë pishëm. Unë jam teknik hidraulik që po punoj në Tiranë. Kam kriju familje dhe kam vendosur që të jetoj këtu në Tiranë me familjen time dhe të shërbej familjen time, se kam qenë 13 vjet në emigrim e jam kthyer. Po këtu nuk përgjem një rahat shpirtëror, shëndetësor, ilaqet e gjithë shka, këtu është një korrupsion. Shkoni ke spitali ke Isenishi, tu prit në radhë ka 2-3 orë. Pse? Se nuk ka shërbim shëndetësor fare. Shikoni rrugët si janë në Selit vogël Mistoma me gjithë. Ke Deliogje rrugën për Laprak. Duhet presim 200 metra me ardhë një kundravajtje që t'japi rrugën një ndjetra tjetrit. Për qa? Nuk ka qeveria jonë të japi një tonë shpërbim ati familjari që ka bërë rrugë atë shpin në cep të rrugës dhe ta dëmë shpërblet dhe t'i lapi hyre qeveria shqiptare. Unë baj dhe i thirrje tjetër për ujësjellë si nuk e tës, që të mori masa për rrugën Junis Rama që janë gjithë familjarë pa ujtë pishëm. I baj thirrje kësaj qeverie për ata që ju ka prish gjithë shpijat ke 5 maj. Sa familjarë janë pa shpija, janë me qera. Pse ju fute fadrome pa dëmë shpërbly, si me legalizim, si pa legalizim. Ata janë njerëz, janë njerëzit tanë, janë familjarë tanë. Atere, pri tërmetit, në kombinat nuk ke stërhu familjarë ndaj tërmetit. Kam nusën e qas muse, nuk ja ka dhënë dëmë shpërblimin zonja e bashkijës në kombinat. Zonja dhe zotëri. Tu, për një qeveri të re, nuk jena shumë vonë. U përshëndes të gjithë protestus, masivisht, dhe nuk do të rejshemi në asni natë, asni sekund, për te, se si ullë gjithë shpimet që i ka volitarin fytë popullin shqiptar. A i di që urrëtia është në popullin tonë. A i di, pa shkon bik marketa ose një market të thjesht, për i di qka mërë me ble punësimin familjar. Sa më shparë, Berisha Mburg ka shumë pak. Duhet dalin para spakut. Dhe Europa duhet mori masa për këto horra si kanë volitarin fyt populli shqiptar. Duhet shparë një orë më para. Përshëndes gjithë. Hetoni Ramën! Pra edhe i thirrje për spakun. Hetoni Ramën! Hetoni Ramën! Përshëndetje gjithëve. Unë quhem Agreta Faj. Kam qenë ish student protestues në protestën studentore të 2018-ës. Kam bërë masterin në Cambridge, në Londër. Kam punuar në Londër dhe jam kthyer në Shqipëri. Tani unë kam një pyetje. Më bën kjo mua agent britanik?
Sa njerëz, sa shqiptar të diasporës, sa mbëndje brillante e shqiptarësh kam njohur unë, jo vetëm në Londër, por edhe jashtë Londrës, në Gjermani, në Amerikë, në Francë, në Spanjë, në Itali. A i bën kjo agent shqiptarët të këtyre shteteve? Tani ne duhet të kuptojmë diçka. Zoti kryeministër Edi Rama ka makinerin perfekte. Makinerin e baltës, makinerin e shpivjes, që a hedh kujto topin e baltës kudo që tjetë, si do që tjetë. Por ama ka një problem të vetëm, që e vërteta, në fakt, a i ka arruar, po ndoshta ka reminiscencat komunizmit, por a i ka arruar që e vërteta është vetëm vendimi i gjykatave. Tani, të vërtetën në fakt e kemi ne këtu, sepse vendime gjykatash ne kemi për ministra, kemi vendime gjykatash për zëvendës kryeministra, kemi vendime gjykatash për drejtor, kemi vendime gjykatash për deputet, për kryetar bashkie. Dhe çfarë po bëjmë ne? Ne jemi këtu pikërisht për ato që ende nuk ka vendime gjykatash, por që ne duam që të vinë ato vendime gjykatash. Prandaj thirrja e parë ime sot është Rama Burg Berisha Burg! 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 Tani ka dhe diçka tjetër. Neve nuk duhet të harrojmë që historia jonë nuk ka qenë gjithmonë kaq e keqe. Në fakt, Partia Socialiste ka njerëz dhe ka pasur njerëz gjithmonë të ndershëm, por ama ka qenë rilindja kjo klasë e keqe me gjithë ministrat e tyre që i ka zhdukur, i ka shkatruar edhe ato që kanë pasur pak besim. E njëjta gjë ndodh edhe me Partinë Demokratike, edhe me njerëz që besojnë te vlerat, besojnë te familja, besojnë te prona, por ama njerëzit të cilët kanë beshuar berishizmin, ato e kanë shkatruar Partinë Demokratike. Por ama këtu jemi jo për këtë, jo për të shkatruar, jo për të përçar, jo për të bërë ato që bën kryeministri, gjyqje publike, që ama i ka akoma, siç thash, reminiscenca të komunizmit. Jo, ne kemi të vërtetën këtu. Ne kemi të vërtetën tonë dhe kjo është e vërteta popullore. Dhe kjo është ajo që sipas Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, në 2.2, ne sot po bëjmë këtu sovranitetin popullor. Ne jemi përfaqësues të drejtë për drejtë të sovranitetit popullor. Prandaj unë, si student protestues, dua të përshëndes deklaratën e djeshme të organizatorëve dhe dua t'ju bëj një pyetje të gjithëve, jo një pyetje për disa pyetje. A jemi të gjithë këtu bashkë për të heqjen e pa negociueshme të kryeministrit Edi Rama?